Jemi me lajmin e fundit, ndërpresim programacionin në SPAK, po mbahet seanca për dosjen Partizani, seanca dëgjimore. Aktualisht News 24 është me pamje ekskluzive nga brenda seancës. Janë lejuar të filmojnë paktën momentet e para. Dëshmitar dhe i thirrur si person ndjeni është sot kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla. Jemi me pamje drejt për drejta nga seanca. Shohim që janë dhe avokatët e zotit Berisha. Është zoti Genzio Kuta, i cili është i pranishëm, ndërkohë që pritet nis seanca nga momenti në moment. Siç e tham, sot i thirrur është kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla, ndërkohë që janë miratuar edhe emrat e kryeministrit Edi Rama apo dhe personave të tjerë në dieni, gjithsesi nuk ka datë se kur do të dëgjohen dhe kur do të mbahet seanca për ta. Shohim nëse mund të dëgjojmë diçka nga seanca. Në pamje drejt për drejta, kanë bëritur gjyqtarët, ndjekim punimet, për sa kohë do të lejohet media. Kujtojmë që ditën e sotme është thirrur për të dëshmuar dhe dëgjojmë trupën. Fatimir Bertashi, Gjini Begeja, Andja Kustina, Studio Kustina SHPK, Offline SHPK dhe Kombaj SHPK. Të bazë në 328 kodit procedurës penale, rriqë për prezencën e parë, rezultoni është pranisht të para kujtuesa, prokuroria e posaçme, profesorët në të dy prokurorët të çështjes, Arben Graja dhe Enkelida Milonari. Shpetasi Sali Berisha nuk është i pranishëm, është deklaruar janë të dy mbrojtësit, të Diana Gjuzari dhe Genzio Kuta. Jam marrë vëllantezi është i pranishëm. Avokati Gjergjan Skënderë, i pranishëm, avokati Sofër Mengjesi, i pranishëm. Fatimir Bektashi nuk është i pranishëm, është deklaruar mungesa e tij, i pranishëm në këtë seancë avokati Sofër Mengjesi. Sidika Hysi nuk është e pranishëm. Gjini Begeja, i pranishëm. Andja Kustina nuk është e pranishëm. Avokate e saj të Diana Gjuzari, i pranishëm. Dhe shoqëria tregtare Offline SHPK dhe Kontakt SHPK nga një grup gazetar dhe transmetimin e drejt për drejt të imazheve klinike të seancës gjyqësore. E njëjta kërkesë është paraqitur edhe nga gazetarë të tjerë. Gjykata, pasi është njohur me kërkesat e paraqitura, konstaton se ato kanë të njëjtin objekt në kërkesat e kreuar në vendimin e seancës gjyqësore të datës 26 i parë 2026.
Nuk konstatohen nga thana të reja, faktika apo juridike që do të përgjigjen ndryshimin e këtij vendimi, si rrjedhoi gjykata nga gazetarët. Do vjen pa prezencën e kamerave. Dakor? Mund të dilni? Lutem kamerën nga jashtë. Në trupës gjykues është vendosur që mediat mos jetë prezente gjatë mbajtjes kësaj seance dëgjimore ditës sotme. Kujtojmë që ditën e sotme ishte i thirrur edhe kallëzuesi i çështjes Partizani, zoti Taulant Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dha dhe një deklarat për mediat në hyrje të ambienteve të SPAK, ndërsa u lejua që transmetoj vetëm pjesa nisëse e kësaj seance dëgjimore, seanca në GKK e dosjes Partizani. Kujtojmë që janë 11 dëshmitar, mes tyre edhe kryeministri Edi Rama, i cili në periudhën e aferës së pretenduar nga SPAK mbante rolin e kreut të Bashkisë së Tiranës. Ndërkohë, në këtë seancë të ditës sotme pritet dëshmojnë 8 prej dëshmitarëve të cilët janë miratuar nga gjykata, mes tyre dhe kallëzuesi i çështjes, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pra zotin Taulant Balla. Deklaratën e dhënë prej tij në hyrje të gjykatës do ta ndjekim tani. Po pra 4 vjet janë 6 vjet. Pa 5 vjet e gjys. Atëherë, kjo është një ditë e madhe për Shqipërinë. Mendoj unë, mendojnë gjithë shqiptarët që në bankën e të akuzuarve gjendet një ish kryeminist e një ish president të korrupsion. A kanë bërë politikanët korrupsion në Shqipëri? Padyshim që kanë bërë korrupsion. Dhe ajo që thamë në vitin 2016 kur miratuam reformën drejtësi, me votën e të gjithëve, edhe me votën në bankën, që do të vi një ditë në Shqipëri kur politikanët gjenden në bankën e të akuzuarve për korrupsion. Unë besoj se shqiptarët sot kanë më shumë besim të drejtësia dhe drejtësia është një institucion i thotë ajo që mendoj unë që politikanët që vinë këtu duhet të mbështesin drejtësinë, mbështesin e lavdruar prokurorëve të përgjithshme, të cilët po të shmontojnë korrupsionin shumë vjeçar. Berisha ka zgjedhur mos jeni pranishëm sot. Keni një koment? Kush është ky? Zoti Berisha. Ju thoni që është një ditë e madhe për Shqipërinë, për sa kohë që në Po bankën ka bërë zoti Rusta një pyetje. Më fal. Po sikur nuk do Më nga një për shtëpi. Klodi. Atëherë, ju tha që është një ditë e madhe për sa kohë që në bankën e Sali Berisha. Prit viti që në kohën ku bankën të akuzuar Erion Velia, Belinda Balluku, për ato që janë të ngjashmit tuaj? Atëherë, po e them dhe njerë, që nga viti 1912, kur shqiptarët bën shtetën e tyre të parë, Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Dhe arsyeja pse jemi shumë më afër Europës është reforma në drejtësi, e cila ka rikthyer besimin tek drejtësia, një besim që nuk ka qenë asnjëherë, dhe se rruga jonë, lutem, se rruga jonë e Belinda Ballukut. Keni marrë kritika për këtë? Më lejot ju garantoj se Shqipëria nuk është kurrë më afër se Bashkimit Evropian, se institucionet e Bashkimit Evropian konfirmojnë dita ditës që Shqipëria po bën hapa të lavdrueshëm, dhe t'ju konfirmoj se pritshmëria jonë që brenda vitit 2027 të mbyllim negociatat dhe brenda vitit 2030 në oborrin e Bashkimit Evropian të ngrem flamurin kuqezi është e vërtetë. Tani më prisni deri në falla do t'japë edhe Rama. Më pyeti zoti Rusta diçka kadroj kallëzimit tim, se kjo ju intereson sot. Është deklaruar i rrem zoti Balla. Strasburgu është shprehur për zvarritje 8 vitet procesit. Po mirë, ti e pas edhe me... Jo, jam gazetar, ju quhen Fation Gjinaj. Ti e pas ke Fation, ti e pas ke me për shkak detyrës. Atëherë, që ta dishti. Edhe ju për shkak detyrës. Që ta dishti. Këta që i ke banka akuzuarve më kanë kallëzuar mua për shpifje në vitin 2012. Pyti si e kanë fitu. Lutem, jo, nuk, pyti. Tani, lermat që ke këto kushtetuese ti le. Tani, një gjë është e sigurt. Këti kallëzimi tu e kam sill me vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që t'u kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5%,
dhe 5% që është korrupsion. Por me të njëjtin standard ju nuk dorëzuat Belinda Ballukun, zoti Balla. Kush e ndryshoi Klodi, ti e di se sa të respektoj unë, po sot po flasim për korrupsion. Çështja për cilën flet ti nuk është korrupsion. Është dallimi i madh. Balla, do flisni vetëm për kallëzimin apo do keni detaje për te kallëzimit në Tani më falë se të je Anila, ti je sa unë politike, ti në gazetari. Unë do përgjigjem çfarë të më pyesin. Por i qëndroj kallëzimit tim. A duhet përgjigjet drejtësia edhe për kallëzim të rrem, sikur ka pas Po patjetër. Po për ndryshimin e destinacionit. Do shëm deklaratat e zotit Auland Balla në hyrje të ambienteve të SPAK, ndërkohë që vijon seanca në ambientet e prokurorisë posaçme, gjyqi në GKK për dosjen Partizani mes të ftuarve për dëshmuar është edhe vetë Auland Balla në cilësinë e kallëzuesit dhe personi në dieni. Ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare.